krizat ekonomike kanë edhe zhvillime ciklike. Vijnë prej faktorëve të mbrëmshëm dhe të jashtëm dhe zakonisht nuk vijnë prej faktorëve të njëjtë. Edhe kësaj rrode, situatën që ndodhëm është rezultat i faktorëve të jashtëm, mirë po, çka dallon? Dallon se qeverit e vendeve përkohëse a janë aktive, a morën mosa, apo janë veshgus pasiv, sikurse në rastin konkret. Dhe borën e paguajnë qytetarët e vendit. Çmimi i naftës është në ngritje e sipër. Është një produkt i cili ka impakt në ngritjen e kostos të shumë produkteve tjera, qoftë në prodhim, qoftë në shërbime. Dhe për më keq, kur ndikon në rritjen e çmimit një produktit, mas një periudhe të caktuar kohore, mundet çmimi atij i naftës se rezultat i ecurive në bursat e ndryshme me euro, po çmimi i produkteve që ngris rezultat i ngritjes çmimit naftës ngjelet i njëjtë. Prandaj, qeveria nuk është duke e marrë në konsiderat ndikimin dhe impaktin e kësaj dukurie në përkeqësimin e standardit jetesës qytetarëve. Kjo vazhdon me i varfëru qytetarët e Kosovës. Qeveria nuk është të lexuar mirë as zhvillimet dhe indikatorët makroekonomik dhe financiar. Kemi edhe raportin e fundit monetar ndërkombëtar. Nuk është që thot diçka tjetër më shumë se që ja kemi thonë na këtu, po e konstatojnë edhe ata. Rritja ekonomike për vitin 2025 vlerësohet se është 3.6, që është më e ulta e viteve të fundit, një nivel i rritjes ekonomike i cili është i pamjaftueshëm me adresue nevojat dhe sfidat e ekonomisë të Kosovës. Për më keq, parashikimet janë edhe më të zbehta, ku për vitin 2026 parashikohet rritje ekonomike prej 3.3%. Inflacioni, për me thonë gjuhën popullore, rritja e çmimeve dhe përkeqësimi i standardit jetesës qytetarëve të Kosovës, varfërimi i qytetarëve të Kosovës. Shkurt të vitit 2026, krahasim me shkurtin e vitit paraprak, është 6%. Prandaj, ne e përkrohëm çdo mos e cila shkon në drejtim të përmirësimit standardeve qytetarëve të Kosovës, kategorive ndryshme të Kosovës, por rritja për një përqindje caktuar e paga, pensione apo çfarë do kontributi, nuk po është rritje, nuk po është as nivelizim, nuk perun as vlerën e njëjtë parave në raport me periudhën paraproke. Do të thotë, inflacioni vazhdon, norma e rritjes ekonomike nën 4%. Ndryshimet, trap raportit po e referona, ndryshimet strukturën e shpenzimeve e ka përkeqësuar strukturën e shpenzimeve të buxhetit të Kosovës, në dëm të investimeve kapitale, në dëm ku aty paroja publike e jap efektin e vet më të madh në periudhë afatgjate. Dhe kryesisht janë shpendo paro ku kërkohet më shumë targetim i skemave sociale. Jo vetëm me do paro për me konvertu në votë, po me targetu kategoritë, cilat i nxjerr prej asoj gjendje. Dhe për më tepër i referohet edhe me pos transparencë. Deficiti tregtar ka kalu 50%, mbi 6 miliard euro. Rritja e importeve 11%, ndërsa eksportet kanë shenu një rënje të lehtë prej 0.2%. Edhe kjo tregon se kjo qeveri nuk është duke u përkujdesur për zhvillimin ekonomik, për standardin e jetesës, po është duke bërë veprime veç qysh me i konvertu në votë. Blerjen e votës përmes paros publike. Sigurisht se të shpejt do të kemi një debat që ne do të kërkojmë shpenzimin e paros publike posaçërisht 3 muajin e fundit vitit kaluar. Se gjërat do të bëhen, kategoritë do të përkrohen, po do të bëhen me ligj. Po, nëse morëm mosa në pjesën e politika fiskale, e zvoglojmë akcizën dhe të vëshën, kjo ka impakt
në të hyrat për buxhetin e Kosovës. Mi po buxheti i Kosovës, të hyrat për buxhetin e Kosovës janë planifikuar me çmimet e kaluara, jo me çmimet aktuale. Prandaj të hyrat janë të rritë si rezultat i rritjes së importeve në vlerë. Dhe nëse i krahasojmë vitin e kaluar, kemi pas rritje të përgjithshme të hyrave prej 8.1%, ndërsa rritja e importeve ka qenë 11%. Dhe këtu nuk kemi rritjen e të hyrave për buxhetin e Kosovës si rezultat i luftimit të informalitetit, po si rezultat i rritjes së importeve në vlerë. Dhe pjesëmarrja e investimeve kapitale ka ra vetëm në 21% nga sa ka qenë 27 deri në 30%. Prandaj ne po kërkojmë prej qeverisë me qëllim të mbrojtjes standardet jetesës të qytetarëve të Republikës Kosovës që të merr mosa, që të merr vendime, i di, jam i vetëdijshëm që për me i bë disa ndryshime, ndoshta kërkojnë edhe ndryshime, jo ndoshta, po kërkojnë ndryshime ligjore. Por ne jemi këtu si deputet me i përkra ndryshimet ligjore me kusht që ato me qenë edhe të përkohshme, po me mbrojt standardin e jetesës qytetarëve të Kosovës. Për shkak se vlera për para nuk është e njëjtë. Sot nuk janë 100 euro të njëjta që kanë qenë para 4 viteve. Sot 100 euro që ke mujt me ble gjëra para 4 viteve, sot s'mund i blen as me 150. Prandaj mos flasim vetëm për vlerën nominale për para, po të flasim edhe për vlerën reale për para. Dhe ne, si grup parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës, e përkrahëm rezolutën me propozimin që të hiqet akciza përkohësisht deri të kep stabilizim çmimeve dhe të përshkallëzohet TVSH-ja me qëllim që çmimet e naftës të bëhen nivel të ulët. Paramendoni, dhe po përfundoj, paramendoni situatën kur ngritet çmimi i biletave. A beson dikush që ulet nafta dhe kthehet çmimi i biletave të transportit në nivelin paraprak? Jo, këtu ngelen. Prandaj qeveria nuk është duke vepruar, po është duke u sill si një vëzhgues pasiv dhe kryesisht e koncentruar dhe fokusuar, a dolin thonë ndikojnë të hyrat e buxhetit. Jo, të hyrat e buxhetit ndikohen, mirë po buxheti është planifikuar me nivelin paraprak të çmimeve të naftës dhe të artikujve tjerë. Faleminderit.